Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump deklaroi në Washington se ishte i gatshëm të anullojë sulmet e reja amerikane ndaj Iranit nëse negociatat e ndërmjetësuara nga aleatët në lindjen e mesme çojnë shpejt në një marrëveshje për përfundimin e konfliktit. Në bazë të kësaj kërkese, kam pranuar të anulloj sulmin për të mirën e botës në njëkohësisht për mbijetesën e një Irani të suksesshëm dhe të begat me kushte një marrëveshje të arrihet sa më shpejt, deklaroi Trump. Me herë gjatë ditës, presidenti amerikan bëri të ditur se aleatët e Shtetit Bashkuar në lindjen e mesme kanë arritur një marrëveshje paraprake që synon të japë fund konfliktit me Iranin, sipas shikon hapjen e menjëhershme të ngushticës së Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor iranian. Trump shtoi se dhe Izraeli ka pranuar të bashkohet përpjekjeve amerikane për finalizimin e një marrëveshje me Teheranin, e cila do të jepte fund luftës. Deklarata e tij përbën një ndryshim të rëndësishëm për qëndrimin. Vetëm një ditë më parë kishte paralajmëruar mundësinë e rifillimit të sulmeve ushtarake për ta detyruar Iranin të rikthehej në tryezën e negociatave. Tashmë ai theksoi se operacionet ushtarake do të pezullohen nëse bisedimet përfundojnë me sukses. Konflikti mes SBA dhe Izraelit dhe Iranit nisi me 28 shkurt me objektivin e deklaruar për të goditur kapacitetet raketore dhe programin bërthamor të Iranit, si dhe për të frenuar mbështetjen iraniane ndaj grupeve të armatosur aleate. Ndërkohë, princi i kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman zhvilloi një bisedë telefonike me Trumpin, gjatë së cilës shprehu shqetësimin për një përshkallëzim të konfliktit që mund të rrezikojë infrastrukturën e vendeve të gjirit. Po ashtu, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar paralajmërime të reja për qytetarët amerikanë në rajon, duke njoftuar se situata mund sjellë anullime fluturimesh, mbyllje të përkohshme të hapësirës ajrore dhe ndërprerje të udhëtimeve në disa vende të lindjes së mesme. Bordi i Paqes ka arritur marrëveshje historike për çarmatimin e Hamasit, deklaron Trump. Shtetet Bashkuara kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës në një qeveri teknike palestineze, Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 7 deri 8 muajt e ardhshëm. Në një konferencë për gazetarët, një zyrtar amerikan shpjegon se grupi palestinez do të dorëzojë armët në këmbin të interregjit të mundshme të shtetit të Izraelit nga rripi i Gazës përtej vijës së verdhë. Një antar i Hamasit, Ghazi Hamad, konfirmoi për Al Jazeera se pas negociatave të vështira marrëveshje, por theksoi gjithashtu se grupi palestinez nuk do ndërmarrë asnjë hap lidhur me çarmatimin përpara se Izraeli të tërhiqet nga rripi i Gazës. Disa media izraelite cituan burime zyrtare izraelite që sugjeronin se Izraeli nuk është i gatshëm të pranojë tërheqjen nga asnjë pjesë e Gazës deri në çarmatimin e plotë të Hamasit. Edhe deklaratat e Donald Trump në Truth Social duket se lënë të kuptohet se tërheqja izraelite do ndodhë vetëm pas çarmatimit të plotë të kundërshtare. Presidenti amerikan e përshkroi marrëveshjen në Truth si një marrëveshje historike për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe gjitha grupeve të tjera të armatosura në Gaza. Një hap monumental drejt paqes e sigurisë qëndrueshme. Trump foli për çarmatimin e Hamasit në disa faza, me një tërheqje graduale të Izraelit që do të vëndësojë nga një forcë ndërkombëtare e stabilizimit. Tërmeti fuqishëm në Itali shkon në 21 numrit plagosore. Bilanci i të lënduarve nga tërmeti me magnitudë 4 të shkallës Richter që goditi mbrëmjen e kaluar zonën e Campi Flegrei pranë Napolit ka arritur deri në 21 persona deri tani, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Lëkundjet të regjistruar në orën 19:46 konsiderohen më të forta në 40 vitet e fundit në një zonë vulkanike që është shoqëruar me sqari. Pas goditjes, sismografët kanë regjistruar rreth 50 lëkundje të tjera me intensitet të ndryshëm, duke mbajtur banorët në ankth. Tërmeti ka shkaktuar shëmbje dhe dëmtime të shumta në ndërtesa, ndërsa 22 familje janë detyruar të largohen nga banesat e tyre pasi janë shpallur pa banueshme. Shumë banorë të tjerë kanë zgjedhur të kalojnë natën jashtë nga frika e lëkundjeve të reja. Dëmet më të mëdha janë raportuar në Pozzuoli, ku një pjesë e murit të një ndërtese në Via Paloghesi është shembur. Gurë të mëdhenj për shtufi janë shkëputur nga gotina dhe kanë rënë mbi disa automjeteve të parkuara, por fatmirësisht
Në disa zona të Pozzuolit janë regjistruar dëmtime të fasadave të ndërtesave, ndërsa autoritetet kanë nisur shpërndarje në ujë të furnizimeve bazë për banorët. Prefekti i Napolit Michele Di Bari ka aktivizuar qendrën e koordinimit të ndihmës, ndërsa njësia e krizës drejtuar nga shefi i Departamentit të Mbrojtjes Fabio Siciliano është mbledhur menjëherë në menaxhimin e situatës. Në Napoli dhe Pozzuoli janë ngritur zona pritje për banorët e evakuar, ndërkohë autoriteti portual ka bërtëditur se skela e Pozzuolit është dëmtuar dhe nuk mund përdoret, duke sjellë pezullimin e përkohshëm të shërbimeve të tragete dhe hidrofoileve drejt ishëve. Kryeministra italiane Meloni po ndjek nga afër situatën dhe zhvillimet me njësinë e krizës, ndërsa ministri i mbrojtjes civile Nello Musumeci deklaroi se gjitha strukturat operative janë në koordinim të plotë. Nga arkitekte në zonjën e raketave, historia e gruas që po armatos Ukrainën mes të luftës. E bëjmë ndërsa raketat na fluturojnë mbi kokë. Me këto fjalë Irena Terek përshkruan realitetin e punës së saj në krye të një prej kompanive më të rëndësishme të mbrojtjes në Ukrainë, duke prodhuar raketa, dronë dhe sisteme interceptimi në mes të luftës mes Rusisë. Terek ish arkitekte dhe e mbijetuar e masakrës së Buças, sot drejton kompaninë Firepont, e cila është kthyer në një nga emrat më të diskutuar të industrisë ushtarake ukrainase. Në selinë e kompanisë në Kiev, motoja "Kis nisis nosh, kush nëse ne jo", simbolizon përpjekjen për ndërtuar kapacitete të reja ushtarake vendase. Produkti kryesor i kompanisë është raketa e lundrimit Flamingo, e cila sipas Terek ka aftësinë të godasë objektiva në distanca të gjata. Një prej këtyre raketave raportohet se ka përshkruar 1800 kilometra për të goditur një impiant kompanisë ruse Avitek në Kirov, duke transportuar një kokë luftarake prej 1150. Deklaron se kompania ka kapacitet për të prodhuar deri në 200 raketa në muaj, por ritmi i prodhimit varet nga kontratat dhe financimi. Sipas saj, nëse një pjesë e fondeve evropiane do drejtohen në programin Flamingo, prodhimi mund të rritet ndjeshëm. Ajo foli edhe për dronet FP1 dhe FP2, duke thënë se interesi ndërkombëtar është rritur. Duke folur për projektin evropian të mbrojtjes ajrore Freja, ajo tha se synimi është krijimi interceptorëve me kosto më të ulët se sa sistemet ekzistuese si Patriot Missile System. Idaho, 3 të vrarë me armë në restorant, autori gjendet i pajet. Një sulm me armë zjarri ka ndodhur në qytetin Twin Falls në shtetin amerikan të Idahos dje, ku një person hapi zjarr brenda dhe jashtë një restoranti in-out, duke lënë 3 të vdekur dhe disa të plagosur. Sipas autoriteteve, ngjarja ndodhi të shtunën, duke shkaktuar panik mes klientëve dhe kalimtarëve. Zëdhënësi i qytetit Josh Palmer konfirmoi se 3 persona të ndërsa të paktën 2 të tjerë mbetën të plagosur. Autoritetet paremëruan se bilanci i lënduarve mund të ndryshojë ndërsa hetimet vijojnë. Shefi i policisë së Twin Falls, Matthew Hicks, bëri të ditur se autori i dyshuar është gjetur i pajet, duke theksuar se nuk ekziston më rrezik për komunitetin. Deri tani nuk është sqaruar nëse ai përfshihet në numrin e viktimave. Policia po heton motivin e sulmit, ndërsa identiteti i viktimave dhe i autorit nuk është bërë ende i ditur publikisht. Restoranti ku ndodhi ngjarja ishte hapur vetëm një javë më parë dhe ishte kthyer shpejt në një nga vendet më të frekuentuar në zonë. Sulmi ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Marshimi historik në protestën kombëtare të mbrëmjes së sotme në ditën e 64 të rezistencës popullore, mijëra qytetarë kanë marshuar me itinerar të qartë me mesazhin publik dhe mbyllën aty ku nisën para godinës kryeministrisë. Nesër më shumë e tyre e fundit që nga dita e djeshme, duke lajmëruar se edhe sot të dielën në mbrëmje do të mbledhen po aty për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe qeverisë. Kjo valë masive protestash që ka përfshirë Shqipërinë ka bërë javën ndërkombëtare nga bulevardi para kryeministrisë. Protesta u mbyll me thirrje nesër më shumë. Gjithashtu për sot është paremëruar dhe një protestë në Shkodër, ku po thirrje qytetarëve që të marrin pjesë. Gjatë marshimit në itinerari vijoi te Bashkia e Tiranës për të dalë tek Parlamenti dhe më tej në rrugën e Elbasanit, liceun artistik dhe për të kthyer sërish në bulevardin para kryeministrisë. Omilet, Rama ka siklet e të tjera. 140 deputet parlament analfabet, ata vijuan marshimin përreth parlamentit. Mijëra qytetarë të bashkuar dhe me diasporët bën thirrje për fundin e sistemit politik, largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministit Edi Rama.
Me lot dhimbje e respekt, familja Farefisi dhe shqiptarët e Amerikës i dhanë fundit Liza Milicaj Baraktarit. Me lot dhimbje, trishtim, respekt, familja Farefisi, miqtë e njohurit bashkëpunëtorët e mbar shqiptarët e Amerikës i dhanë lamtumirën e fundit Liza Milicaj Baraktarit, një patriote që kontribui dhe u angazhua për çështjen kombëtare dhe komunitetin shqiptar amerikan me nderime të veçanta, respekt e mirënjohje, bashkëpunëtor, veprimtar të çështjes kombëtare, drejtues të organizatave shqiptaro-amerikane, lider fetar, përfaqësues komunitetit shqiptar nga New York, New Jersey dhe personalitetet të jetës politike amerikane dhanë lamtumirën e fundit Liza Milicaj Baraktarit, një fisnike që me jetën, veprën dhe vizionin dhe përkushtimin e saj la gjurmë të pashlyeshme në zemrat e shqiptarëve që i deshin, ndihmoi dhe respektoi. Pikërisht pamjen e slideshow nga ky event ju po shihni në këto momente. Ajo ishte aktiviste angazhuar, adhetare, përkushtuar, e nderuar, e vlerësuar për gjithë organizatat shqiptaro-amerikane dhe për Republikën së Shqipërisë, me titull e nderi e vlerësime më të larta kombëtare shtetërore, dëshmojnë për kontributin e lartë dhe trashëgiminë e çmuar patriotike që la mes nesh, një ikje dhimbshme dhe parakoshme që lëndoi shumë zemra. Liza rrezatoi në çdo kohë mirësi, vlera, qytetari shpirt shqiptare, ndarja e saj nga jeta ka tronditur jo vetëm familjen Milicaj Baraktarit, por mbar komunitetin shqiptaro-amerikan, i cili humbi një nga figurat më të respektuara, më të dashura, më të nderuar dhe më fisnike dhe më të përkushtuara dhe çështjes kombëtare. Liza Milicaj Baraktari ishte shumë më tepër se një biznesmen e suksesshme, vizionare, ishte një lider e fuqishme, një grua me zemër të madhe, një mbështetëse pa lodhur e kauzave kulturore, sociale, komunitare dhe shqiptare, tokë me të shoqin Hari Baraktarin. Për dekada me radha u qëndroi pranë çdo nisme në shërbim të kombit kulturës, traditës dhe identitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Me utësi, fistingëri, bujari dhe dashuri, Liza kontribuoi në forcimin e komunitetit shkimit, duke mbështetur aktivitete patriotike kulturore. Me ikjen e saj në përjetësi, komuniteti humbi një shtyllë të rëndësishme, të fuqishme, familja humbi zemrën e saj, ndërsa miqtë të humbën një njerëz të rradh që dinte të falte dashuri, përkushtim, besim, shpresë dhe mirësi pafund. Ajo ishte promotore e pandalur e vlerave kombëtare dhe shqiptaro-amerikane. Në këtë ditë zihet të lamtumirës së përjetshme, mendimet dhe lutjet e mbar komunitetit janë veçanërisht me bashkëshortin e saj, veprimtarin Hari Baraktarin, me fëmijët, një prit mbesat dhe gjithë familjen Milicaj Baraktarit. Dhimbja e tyre është dhe dhimbja e gjithë komunitetit shqiptar, sepse Liza ishte pjesë e pandar e jetës së secilit. Seminari i 19 mbar kombëtar për mësimin plotësues në gjuhën shqipe në diasporë u zhvillua në Prizren. Ai u karakterizua nga diskutime profesionale dhe veprimtari kulturor në qytetin historik. Programi nisi me leksion të hapur të arsim canollit, kushtuar sfida perspektivat mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë. Gjatë sesioneve të paraditës u trajtuan tema mbiruajtjen e gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar, motivimin e nxënësve, përdorimin e platformave digjitale dhe bashkëpunimin mes shkollës, familjes e komunitetit. Një nga kontesat më të vlerësuara ishte ajo e Eva Palokës, nënkryetare e Lidhjes së Mësuesve Shqiptar në Greqi, me temën motivimi i nxënësve përmes përdorimit të materialeve dhe aktiviteteve të rregjëse. Ajo ndau përvoja konkrete nga shkollat shqipe në Greqi, duke theksuar rëndësinë e metodave bashkëkohore, materialeve interaktive dhe krijimin e mjedisit motivues. Pas punës në grupe, pjesëmarrësit prezantuan përfundimet dhe rekomandimet e tyre në instancë përbashkë, duke shkëmbyer përvoja dhe ide për përmirësimin e mësimit në gjuhën shqipe. Pas ditës seminari vijoi në vizitë kulturore në Prizren. Mësuesit vizituan qendrën historike të qytetit, brigjet e Lumbardit, urën e Gurit, shtëpinë e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku u njohën nga afër me historinë e lidhjes dhe që pasqyrojnë një monument të rëndësishëm të historisë sonë kombëtare. Vatra, vizit në veriun e Kosovës. Kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, Dr. Emili Berisha, shoqëruar nga anëtarë i kryesisë Bart Toma, vizituan komunat veriore të Republikës Kosovës, si dhe liçenin e Ujmanit, ku pan nga afër asetet më të rëndësishme hidrike dhe zonat të tjera me rëndësi strategjike në pjesën veriore të vendit. Gjatë kësaj vizite, kryetari i Vatrës shprehu mirënjohjen dhe vlerësimin e lartë për institucionet e sigurisë së Kosovës, të cilat me profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi kanë menaxhuar situatën në veri të vendit, duke forcuar ende sigurinë, sundimin e ligjit dhe sovranitetin e shtetit Kosovës në çdo pjesë të territorit të saj. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra rithekson se mbështet pas një
rezervë institucionet legjitime të Republikës së Kosovës së përpjekjet e tyre për garantimin e paqes, stabilitetit dhe integritetit territorial. Vatra beson se partneriteti strategjik i Bashkuara mbetet garancia më e fuqishme për të ardhmen e Kosovës dhe zgjidhja amerikane ka qenë dhe mbetet rruga më e sigurt për paqen dhe sigurinë dhe zhvillimin e saj. Në të njëjtën kohë, Vatra theksoi se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë duhet përfundojë me njohje reciproke se vetmja zgjidhje e drejtë e qëndrueshme dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Çdo zgjidhje tjetër që nuk respekton sovranitetin, integritetin territorial dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës Kosovës nuk mund të sjellë paqe afatgjatë dhe stabilitet qëndrueshëm në rajon. Shqiptari që mahniti Bayernin, Arion shkëlqen me 2 gola dhe 3 asistime, 19 vjeçari spikate në fitoren 15-0 ndaj Rotak Eger, ndërsa Kosova vazhdon përpjekjet për ta bindur të vesh fanellën Dardane. Talenti shqiptar Arion Ibrahimi ka dhuruar një paraqitje mbreslënse në ndeshjen miqësore Bayern Munich, duke qenë një nga në fitoren e thellë 15-0 nga Rota Eger. 19 vjeçari lezoi 2 gola, dhuroi 3 asistime, duke konfirmuar potencialin e tij të madh, duke lënë përshtypje shkëlqyera dhe trajnerit The Vincent Kompany. Paraqitja e tij ka forcuar bindjen se Ibrahimovic është një nga talentet më premtues shqiptar në futbollin evropian dhe se ardhmja e tij mund të jetë në nivelet më të larta të futbollit. Ndërkohë Federata e futbollit e Kosovës vazhdon kontaktet me lojtarin dhe familjen në synimin që ai të ardhmen të zgjedhë përfaqësoj Kosovën në arenën ndërkombëtare. SBA godet rrjetet e turizmit të lindjeve, paralajmëron edhe qytetarët e Kosovës. Në presidentin Donald Trump, Departamenti i Shtetit po mbron integritetin e shtetësisë amerikane duke dhënë fund skemave të palishme të turizmit të lindjeve. Asnjë huaj nuk lejohet të marrë një vizë vizitori me qëllim kryesor të fitimit të shtetësisë amerikane për një fëmijë duke lindur atë në SBA. Departamenti i Shtetit bashkuar dhe çmontuar disa rrjete të organizuara të turizmit të lindjeve në Afrikën Perëndimore, Afrikën e Veriut dhe Evropë. Kështu të paktën thuhet në një raport publikuar nga The Daily Wire. Sipas njoftimit të bërë publik, ambasadat amerikane zbuluan operacionet koordinuara që ndihmonin shtetas të huaj të merrnin viza vizitorësh me qëllim kryesor lindje në territorin amerikan për të siguruar shtetësi për fëmijët. Në Evropë, etusit identifikuan mbi 400 raste të dyshuara që nga viti 2024, ato u lidhen me të paktën 6 kompani që trajnonin aplikantët se si të përgjigjeshin pyetjeve të intervistës konsullore, rregullonin akomodimin në SBA dhe koordinonin planet e lindjes. Autoritetet amerikane menjëherë pasi i identifikuan, revokuan vizat e lidhura me disa individë dhe u ndaluan përjetësisht udhëtimet në SBA. Urdhri ekzekutiv i janarit 2025 që synonte kufizimin e shtetësisë me lindje u bllokua nga gjykata dhe gjykata supreme Gjassoli në fund të qershorit 2026. Në të njëjtën kohë, Departamenti i Drejtësisë urdhëroi prioritizimin e hetimeve penale ndaj skemave të tilla. Në Texas, shteti ka ngritur padi kundër qendrës kujdesit pas lindjes DI në Houston, e cila pretendohet se ka ndihmuar në lindjen e mbi 1000 fëmijëve, kryesisht nga prindër krinez, prindërit e cilëve sipas padisë pagonin deri $20,000 për një vizitë turistike lindje. Delegacioni i Albanians for America u takuan me të ngarkuarën me punë të Shtetit të Bashkuar në Kosovë Anu Partipati. Delegacioni i organizatës Albanians for America e përbërë nga Gjino Mulliqi, Gëzim Rushiti dhe Gjanin Mehmeti zhvilloi një takim me të ngarkuarën për punë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Anu Partipati. Gjatë takimit, palët të riafirmuan partneritetin e vazhdueshëm ndërmjet Kosovës dhe Shtetit të Bashkuar dhe theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit përbashkët. Diskutimet u përqendruar në mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik, rritjen e investimeve amerikane në Kosovë, avancimin e sektorit të energjisë, përfshirë projektet e gazit natyror, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës përmes investimeve strategjike. Përfaqësuesit e AFAS
theksuan se një Kosovë me institucione të fuqishme dhe qeverisje të qëndrueshme është thelbësore për forcimin e besimit të investitorëve, avancimin e zhvillimit ekonomik dhe thellësimin e mëtejshëm të partneritetit me SBA. Në këtë kontekst, delegacioni AFAS bëri thirrje për rifillimin e dialogut strategjik Kosovë-SBA si një mekanizëm që do mundsonte një koordinim më të thellë dhe afatgjatë në fushat e sigurisë, ekonomisë, energjisë dhe investimeve dhe zhvillimit institucional. Një shqiptare nga inxhinierët më të mira të reja të kompanisë të Microsoft, Gjeneta Krasniqi, me origjinë nga Prishtina, është rritur në Munich, udhëheqëse e projekteve të inteligjencës artificiale dhe cloud, dhe është përfshirë në listë Young Women Engineers in Germany. Historia e Gjeneta Krasniqit është një shembull frymëzues i suksesit të rinjve shqiptarë në diasporë me origjinë nga Prishtina, e rritur në Munich. Ajo arriti të shndrojë pasionin e hershëm për programimin në një karrierë të suksesshme në fushën e teknologjisë. Sot Gjeneta është pjesë e Microsoftit, ku udhëheq projekte në fushën e inteligjencës artificiale dhe teknologjive cloud, duke kontribuar në zhvillimin e zgjidhjeve moderne teknologjike. Suksesi i saj është vlerësuar dhe në nivel kombëtar në Gjermani. Në vitin 2025 ajo rendit në mesin e Top Young Women Engineers in Germany, një vlerësim që synon të evidentojë inxhinierët e reja më të spikatur në vend. Por angazhimi i Gjenetës nuk kufizohet vetëm në karrierën profesionale, ajo gjithashtu është mentore për vajzat e reja që synojnë ndërtojnë karrierë në teknologji, duke inkurajuar të besojnë në aftësitë e tyre. Ajo trajnon gjithashtu grame për ardhje emigrante për aftësitë digjitale dhe angazhohet me projekte. Mesazhi i saj për vajzat shqiptare është i qartë: besoni tek vetja, mos keni frikë të provoni, të bëni pyetje dhe mësoni. Bota e teknologjisë ka nevojë për zërin tuaj. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim Shasi me Osmanin, e cila së fundi është zgjedhur deputete në Parlamentin Kantonal të Bernës në Zvicër. Përmes një postimi në Facebook, Kurti tha se Osmani është një zë i angazhuar në edukimin në drejtësinë sociale, ndërsa gjatë takimit u diskutua për një sër temash me interes përpashkët. Sipas tij, biseda u përqendrua tek arsimi me tekst të veçantë skrisemi dual që zbatohet edhe në Kosovë, rëndësia e barazisë gjinore, fuqizimi i grave politikës dhe bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës. Kurti theksoi gjithashtu se mërgata shqiptare në Zvicër po luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm në institucionet e vendit në proceset vendimarrëse. Mërgata jo në këtë shtet mik dhe gjithnjë më shumë po merr rol në institucione dhe po bëhet pjesë vendimare, ka shkruar Kurti. Katy Perry elektrizon mijëra të rinj në Sunny Hill, valvit flamurin e Kosovës në skenë. Mijëra të rinj janë mbledhur në Kosovë për festivalin më të madh të Evropës juglindore. Sunny Hill në mbrëmjen e 31 korriku dhuroi emocione me një performancë spektakolare të artistës ndërkombëtare Katy Perry, e cila ngjiti në skenë dhe ngriti flamurin e Kosovës. Artistja amerikane u shfaqe veshur si astronaute, ndërsa akrobatët në skenë i dorëzuan flamurin e Kosovës, të cilin gjatë performancës e vendosin në hënë. Një moment që u prit me entuziazëm nga publiku dhe u bë një nga skenat më të komentueshme të mbrëmjes. Përshëndetje Prishtina, jeni shqiptare, do festoni me mua, ishte përshëndetja e parë e Katy Perryt për mirat pranishmit të cilët kënduan në kohë hitet e saj gjatë gjithë koncertit në skenë. Me Katy Perry u ngjite një vajzë 10 vjeçare, ndërsa artistja falenderoi tesën mikja ime Dua Lipa, më ka thënë se ky është festivali më i mirë në Evropë dhe kam gjithë verën që po pres këtë moment. Para performancës së saj, atmosfera ndezi këngëtarja shqiptare Dhurata Dora, e cila u prit me broritje nga publiku. Festivali do vazhdojë edhe gjatë fundjavës me performanca të artistëve ndërkombëtar, përfshi Luis Capaldi dhe Martin Garrix. Festivali ka sjellë në Kosovë natyrisht organizatorin e saj e të këtij festivali Dua Lipa. Dua Lipa i prezanton botës Prishtinën. Dua Lipa u jep miliona njerëzve në mbar botën një mënyrë të re për zbuluar Prishtinën. Hylli me famë botërore publikoi një video në Instagram ku njofton se kryeqyteti i Kosovës tashmë është pjesë e Google Maps Street View, duke ftuar ndjekësit e saj të eksplorojnë qytetin që zë një vend veçantë jetën e saj. Mirë se vini në Prishtinë, sot është dita e parë e Sunny Hill Festival dhe për ta festuar këtë, të gjitha restorantet, arkitektura dhe kultura që unë i dua eksplorojnë me Google Maps Street View, ka shkruar ajo në përshkrimin e videos. Në video Dua Lipa fton njerëzit të njohin Prishtinën përmes fotografive. Asnjëherë nuk mund ta njohësh një vend
derisa ta shohësh me sytë e ty. Vendlindja ime Prishtina është tani në Google Maps Street View, tha ajo. Kosova dërgon dua në Oscar, bën histori me 2 filma në garë. Kosova do të shkruajë historinë në edicionin e 99 të çmimeve Oscar, pasi për herë të parë do përfaqësohet me 2 filma në garën prestigjioze të Akademisë Amerikane të Filmit. Komiteti Përzgjedhës i Qendrës Kinematografike të Kosovës ka zgjedhur filmin Dua me regji të Blerta Bashollit si propozim zyrtar Kosovës në kategorinë International Feature Film. Vendimi u mor nga komiteti përbërë nga Kaltrina Krasniqi, Antoneta Kastrati, Lira Sanaj, Tristana Lile dhe Vullnet Sanajer. Në vlerësimin e tij, komiteti veçoi interpretimin e aktores Pinea Matoshi, duke e cilësuar performancën autentike, bindse emocionalisht fuqishme. Po ashtu vlerësua edhe qasja regjizoriale e Bashollit në mënyrën si trajton një periudhë të rëndësishme të historisë së Kosovës. Por suksesi i këtij viti është edhe më i madh për kinematografinë kosovare krahas Dua. Në garën për Oscar do të jetë dhe filmi Shame and Money me regji të Visar Morinës, i cili siguroi kualifikimin fal fitimit të çmimit Grand Jury Prize në Sundance Film Festival. Ky është një moment historik për Kosovën, e cila për herë të parë do ketë 2 përfaqësime në garën për çmimet më të rëndësishme të industrisë botërore të filmit. Urime. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhan fund kronikës sonë informative. Miru takofshim në emisionet tjera.